Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar ndërhyrjen e infrastrukturën e godinave të institucioneve të drejtësisë. Në episodin e 3 të podcastit flasim, kreu qeverisë tha se ka vërejtur me keqardhje që pavarësisht që ju dha sistemit me reformën në drejtësi, ndër të çalet e veta ka edhe dobësinë e madhe në administrimin, projektimin dhe transformimin e infrastrukturës. Përfundimisht kemi vendosur që edhe këtë mision ta marrim përsipër vet. Dhe në Shqipërinë 2030 të kemi një infrastrukturë tërësisht të transformuar të godinave drejtësisë, sepse nuk mund të vazhdojmë me arna, nuk mund të vazhdojmë me hapësira dhe me mjedise gjykatash e prokurorish janë shumë larg sqenie dinjitoze, nuk mund të vazhdojmë më me ushtësira që pastaj përkthehen edhe në një performancë që lë shumë për dëshiruar. Gjatë podcastit Rama foli edhe për vete, duke thënë se rrinë në natyrë shumë më pak nga sa duhet të rrinë të vërtet. Ndërkohë kur u pyet nëse ka menduar ndonjëherë të lërë detyrën dhe politikën, Rama tha se ende nuk i është shuar zjarri për këtë profesion. Patjetër që në moment caktuara mund të vi të plasësh edhe në moment caktuara mund të ketë ardhur që të them. Por ajo që kam vënë është që ajo lëre këtë punë është si përfaqësore. Pra, nuk si e mirë me vete. Jo, është si përfaqësore, nuk vjen nga shumë thellë. Domethënë është një akumulim që të vjen një moment edhe thua, por që ta kem insistuese jo. Por mua zjarri nuk më ka dhënë shenja rënje. Kryeministri është rikthyer edhe çlirimit të hapësirave publike, duke theksuar se puna do të vijojë me qëllim kthimin e hapësirave tek qytetarët.